Përndër të festës së 7 marsit, ditës së mësuesit, një nga datat më të rëndësishme për arsimin dhe kulturën shqiptare, shkollat e mesme të qytetit të Strugës organizuan një aktivitet kulturor dhe artistik në bashkëpunim me komunën e Strugës. Ky manifestim u zhvillua në një atmosferë festive dhe solemne, duke mbledhur së bashku nxënës, mësues, drejtues shkollas, përfaqësues të komunës dhe qytetarë të shumë që dëshironin të nderonin figurën e mësuesit dhe kontributin e tij të çmuar në edukimin e brezave të rinj. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës dhe mësues nga 3 shkollat e mesme të qytetit, të cilët kishin përgatitur me shumë përkushtim një program të pasur artistik. Përgatitjet për këtë manifestim kishin filluar javë më parë, ku nxënësit së bashku me profesorët e tyre kishin punuar për të krijuar një program që do të ishte shpesh në respektin dhe mirënjohjen e mësuesit. Bashkëpunimi mes shkollave dhe mbështetjes së komunës të Strugës e bëri këtë aktivitet më të veçantë, duke treguar mundësinë që i kushtohet arsimit dhe kulturës në këtë qytet. Ceremonia filloi me disa fjalë përshëndetëse nga kryetari i komunës dhe përfaqësues të institucioneve arsimore. Në fjalimin e tyre theksuan se rëndësia e kësaj dite historike të arsimit shqiptar dhe përkujton sakrificën e atyre që punuan për hapjen e dijes dhe gjuhës shqipe. U theksua se mësuesët janë udhërrëfyesit e brezave të rinj dhe që kanë rol të pazëvendësueshëm në formimin e tyre, jo vetëm nga aspekti akademik, por edhe në edukimin moral dhe shoqëror. Të nderuar mësues, veteranë të arsimit, nxënës dhe prindër, të nderuar qytetarë të Strugës. Sot së bashku me 2 shkollat e mesme komunale, Gjimnazium Dr. Ibrahim Temo dhe shkollën e mesme profesionale Niko Nestor, drejtorët e tyre, nxënësit dhe profesorët, kemi organizuar këtë akademi qendrore për të nderuar një nga momentet më të ndritura të historisë sonë kombëtare. Më 7 mars 1887 në Korçë u hap mësonjtorja e parë shqipe, një hap i guximshëm që ngriti gjuhën tonë nga hapësirat e shtëpisë në tempullin e dijes dhe të identitetit tonë kombëtar. Arsimi nuk është vetëm mësim, ai është themeli i shoqërisë dhe garanci e lirisë sonë. Në Strugën tonë shumë kulturore, mësuesit mbeten figura që formon brezat dhe kultivon vlerat e bashkëjetesës, tolerancës dhe qytetërimit. Por përballë nesh qëndrojnë edhe sfida reale. Emigrimi po zbras banka shkollore dhe kërkon përpjekje të përbashkëta për të krijuar shpresë dhe perspektivë këtu. Reformat në arsim dhe menaxhimi i resurseve në kushtet e centralizimit financiar janë procese të vështira, por synimi im është i qartë. Çdo nxënës të ketë kushte dinjitoze për të mësuar dhe për të zhvilluar. Në të njëjtën kohë, duhet të ecim me ritmin e kohës, duke përqafuar digitalizimin dhe teknologjinë bashkëkohore në mënyrë që nxënësit e Strugës të jenë të barabartë dhe konkurrues në tregun evropian. Të nderuar mësues, ju jeni heronj e heshtur të shoqërisë. Në duart tuaj nuk është vetëm ditari elektronik i shkollës, por edhe e ardhmja e këtij qyteti. Për këtë, ju shprehim njohje dhe respektin ton më të thellë. Në prag të festës së 8 marsit, përulemi me respekt para çdo gruaje dhe nëne strugane që me përkushtim dhe sakrificën e saj mban gjallë familjen dhe vlerat e shoqërisë sonë. Gëzuar 7 marsin, ditën e mësuesit. Gëzuar festën e 8 marsit, ditën ndërkombëtare të gruas. Qofshit të nderuar për jetë. Faleminderit. Referat kushtuar 7 marsit, ditës së mësuesit. Përpjekja dhe dëshira më e madhe e popullit tonë që nga periudha e rilindjes kombëtare ishte hapja e shkollave në gjuhën shqipe, e cila u shndërrua në një luftë shekullore duke paraqitur faqen më të ndritur të historisë tonë kombëtare.
rilindasit e shuar shqiptar për të ruajtur qenjen e identitetit kombëtar, ngritën vetdijen arsimdashëse tek shqiptarët, me veprat e tyre dhe sakrificën për dritën e diturisë dhe pavarësinë e atë dheut. Ai popull që është i vetëdijshëm dhe arsimuar, di se ç'kërkon, di të luftoj dhe di të fitoj lirinë e vet. Pikërisht, mbi këtë bazë, pushtuesit e huaj na kanë sulmuar, para së gjithash hapjen e shkollave shqipe, me qëllim të stagnimit dhe asimilimit të gjuhës dhe identitetit kombëtar. Sot, më 7 mars, mbushen 139 vite nga hapja e shkollës së parë shqipe në Korçë, më 7 mars 1887, e cila ishte ngjarja më madhore e popullit shqiptar, ku përpjekjet dhe sakrificat e patriotëve u shpërblyen me hapjen e shkollës shqipe. Njëkohësisht, përkon me 85 vjetorin nga hapja e shkollave shqipe në rrethin e Strugës në vjesht të vitit 1941, me vendosjen e autoritetit italian në viset e Shqipërisë lindore. Për vjetorin mësojtores dhe dita e mësuesit shënojnë një nga elementet kryesor të rilindjes kombëtare, ku përpjekjet e adhetarëve shqiptar në ndrejtimin e Komitetit Kombëtar sollën qeljen e shkollës së parë kombëtare shqipe që u vendos në qytetin e Korçës. Më 7 mars 1887 u hap shkolla e parë shqipe, e cila fillimisht kishte mbi 35 nxënës, megjithse edhe më parë ishin bërë përpjekje për hapjen e shkollave shqipe. Shkolla e Korçës dallohej për fizionominë e saj kombëtare dhe jo fetare, ku mësimi zhvillohej vetëm në gjuhën shqipe, duke mësuar djemt dhe vajza pa asnjë përmbajtje fetare, por me përmbajtje kombëtare. Mësuesit e parë që dhanë mësim në këtë shkollë ishin Pandeli Sotiri, Petronini Luarasi, Thoma Abrami dhe shumë të tjerë. Shkolla e Korçës lindi si një shkollë me karakter popullor, e përbashkët për fëmijët e të gjitha besimeve popullore pa asnjë dallim feje. I tërë mësimi zhvillohej në gjuhën shqipe dhe me tekste të përgatitura nga autor shqiptar, e vetmja shkollë me leje nga sultani. Mbas shkollës së parë shqipe më 15 tetor 1891, Gjerasim dhe Sevasti Qiriazi hapën shkollën apo mësojtoren e parë të vajzave, baza e së cilës ishte përsëri gjuha shqipe. Mësojtorja e parë shërbeu si model për shkollat e tjera që u hapën pas saj. Rëndësia e saj është aq e madhe, sepse në atë kohë në Troje shqiptare vepronin më se 2500 shkolla të huaja, turke, greke dhe slave, të cilat ishin në funksion të politikës dhe të kishës greke dhe slave me qëllim të asimilimit kombëtar të shqiptarëve, sidomos shkollat greke, të cilat financoheshin nga kisha greke që ishte anti-shqiptare. Edhe sot, me respektin më të madh, kujtojmë të gjithë ata që sakrifikuan për gjuhën shqipe dhe për edukimin e popullit shqiptar, duke filluar nga Buzuku, Bardhi, Derada, vëllezërit Frashëri dhe shumë figura të tjera që vënë themelet e gjuhës së shkruar shqipe. Në këtë kontekst, hapja e shkollës shqipe nuk ishte rastësi, por fryt i përpjekjeve për shkollën dhe arsimin shqip, si një përpjekje e kahmoqme e rilindasve shqiptar. Shkolla e parë shqipe e Korçës ishte me fizionomi të plot kombëtare, duke kontribuar në qeljen e saj adhetarët brenda vendit dhe shoqëritë patriotike të mërgimit, duke shinuar një fitore për lëvizjen kombëtare. 7 marsi, dita e mësuesit, festohet si një ngjarje me rëndësi të madhe kulturore në të gjitha viset tona shqiptare. Po në këtë ditë të gjithë së bashku kujtojmë edhe mësuesit tanë të parë që na mësuan shkronjat shqipe. Na mësuan se si ta duam dhe si ta respektojmë atë dheun. Mësuesit janë ata që në kohrat më të vështira të kombit ton na mësuan ndërshekuj qëllimin e rrugëve tona të ndritura drejt realizimit të programit të rilindjes kombëtare. Atyre dhe vetëm atyre që po mbajnë lart dhe të pasënuar etikën dhe emrin e mësuesit. Gëzuar dita e juaj 7 marsi.
Pas pjesëmarrjes, programi artistik filloi me performanca të ndryshme, të përgatitura nga nxënësit e shkollave të mesme. Programi ishte i larmishëm, duke përfshirë këngë, valle, recitim poetik, të cilat u interpretuan me shumë emocione për kushtim. Përmes këtyre performancave, nxënësit shprehën mirënjohje dhe respektin e tyre për mësuesit dhe për rëndësinë e arsimit në jetën e çdo individi. Një nga momentet më të veçanta të aktivitetit ishte interpretimi i këngëve që dedikuan mësuesit për shkollën. Nxënësit kënduan me shumë pasion, ndërsa publiku i pranishëm e shoqëroi me duar trokitje të shumta. Atmosfera u bë edhe më festive, kur në sken u prezantua vallja tradicionale shqiptare. Të veshura me kostume të shumë ngjyrash, nxënësit interpretuan valle që pasqyronin kulturën dhe traditën shqiptare, duke sjellë energji dhe gëzim në sallë. Po ashtu një pjesë shumë emocionuese e programit ishte recitimi poetik kushtuar figurës së mësuesit. Nxënësit recituan poezi që flisnin për rolin e mësuesit si udhëheqës i dijes dhe si frymëzim i brezave. Vargje poetike përcollën mesazhe mirënjohje, respekti për çdo profesion fisnik, duke emocionuar të pranishmit dhe duke u krijuar një moment i veçantë dhe reflektimi.
shtima e një tërmetit, një ashtu është gjuha jonë shqiptare. Ah, po është e ëmbël fjale saj, por si gjumi një kërthim, por si drita plot uzdaj, e por si gazi i pamashtri. Edhe ndihet tu i kumbue, por si fleta e kerubinit, ka i bjen qeve të fluturu, në zjartat valle të amshimit. Pra malkunja i birë shqiptari, që këtë gjuhë të Perëndis, trashëgim që në lajpari, trashëgim, si alena i fmis, edhe ati u thaft po goja, që e përbuz këtë gjuhë hynore, e në gjuhë tuj kur sështë nevoja flet, e të vetën e lem pasdore. Në gjuhë Shqipe në natona, qysh prej djepit në kanë thanu, se është një zot që do t'a dona, nja që jetën në ka falu. Edhe Shqip në thanë, se zoti për shqiptar Shqipnin e fali, se sa tenden Stina e Moti, do t'a gëzojnë këta, djalë pas djali. Shqip në vetë po pikë më parë, në agim tjetës kur kemi shku, tu i djek flutrat në përara, Shqip mas parit kemi këndu. Kemi këndu, po armët besnike, që flaku ka ndorë shqiptarve, ka ndek për besje etike, e ku ka ndek ta për dhe parve. Pra shqiptar, gjdo fes që tini, gek, tos, marcia për qyteta, gjuhën tuaj kur mos talini, sa tjetjeta, po për të gjithmon të luftoni, se sa të bani ju gjuhën tuj, fisi ju i vedje zakoni, kanë me umbajt larkëmbës tuj. Prandaj shqiptar, ne doni fisin, gek, tos, marcia për qyteta, gjuhën tuaj juve, kur mos talini, sa tjet e gjithjeta. Dhe shqiptar, ne doni fisin, mali, bregu e malsia, prej një goje sot brorisim, në gjuhët vetë, rraf Shqipnia, falderit, gëzuar 7 Mars. Në fund të aktivitetit, të pranishmit shprehën kënaqësinë për organizimin e këtij manifestimi dhe për atmosferën e ngrohtë që u krijua. Ky aktivitet ishte jo vetëm një fest për mësuesit, por edhe një dëshmi e energjisë dhe talentit të rinjve të qytetit. Kështu që festa e 7 Marsit u shënua me art, kulturë dhe entuziazëm rinor, duke lënë kujtime të bukura për të gjithë pjesëmarrësit. Gëzuar 7 Mars.